fushat zgjedhore dhe në këtë proces zgjedhor kam kolegun Flamur Veza nga Shtetet Bashkuara. Flamur, mirëmëngjes, faleminderit që u bashkove. Përgëzoj edhe për backgroundin pas, shoh që nuk mungon Flamuri i Amerikës, nuk mungon Flamuri i Shqipërisë, por në ekran nuk duket, por në fudër dhe Flamuri i Kosovës, kështu që nuk mungojnë. Të katërt nuk i dalloj dot Flamur. Në fakt të katërt janë, është Flamuri i UÇK-s. Okej, perfekt. Përgëzoj edhe për backgroundin e ke ndryshuar tashmë, po bën ndryshime, përgëzoj Flamur. Po mundohem. Po nuk do të zbulojmë gjitha. Ja, do kemi një ditë tjetër do ta zbulojmë. Po të ti besoj, do t'jap fjalën, besoj të ti do ta zbulojmë të rejan. U bë. Flamur, atëherë bëni analizë bashkë, keni gati 18 minuta kohë, besoj mjaftueshëm. Analizo pak punën e SPAK-ut. Flamur, ti ishe shumë kritik se kam parë edhe postimet e tuar po SPAK, ndërkohë që është sekuestruar telefoni i Elvis Roshit, vetëm 2 ditë më parë, pra në vijim të hetimeve të krimeve zgjedhore, shoh që po buzëqesh, pse buzëqesh? Në fakt, tashmë jemi mësu, themi, si që ka ndodhur këtë ditë, si para dhe pas zgjedhjeve, si ato 3 ditë para zgjedhjeve dhe ato pas zgjedhjeve, janë sekuestruar vetëm telefonat e opozitës. Dhe kjo çuditërisht më them që si ka mundësi opozita pas ka vjedhur votat në Shqipëri, dhe për këtë fakt janë buzëqesh në fakt, sepse edhe Elvis Roshi në kohën kur ishte në krahun e Partisë Socialiste, nuk ishte asnjë veprim ka shiti policia, sepse çfarë po ndodh? Realiteti është që çfarë suksesi ka task forca e ngritur nga SPAK-u me gjithë ato pompozitet, me gjithë ato sfilatat nëpër institucionin e KQZ-s apo në sfilatat e ndryshme të organizuar mes prokurorit përgjithshëm, kreut të SPAK-ut, drejtorit të policisë së shtetit dhe kryetarit të KQZ-s. I vetmin efekt më duket që ajo sfilata e famshme e tyre ka bërë për faktin që njerëzit kanë besuar, siç po vazhdojnë besojnë, se këta realisht pas kanë punuar ose po punojnë për të sulmuar apo për të hetuar apo kapur persona të cilët bëjnë krim zgjedhor. Po çfarë po ndodh? Policia e shtetit realisht ka bërë vetëm referime për kandidatët e opozitës dhe partinë e Tom Doshit. Edhe SPAK-u, çfarë ka ndodhur deri tani, ka sekuestruar vetëm telefonat të partisë së Doshit dhe partisë së opozitës. Dhe nuk kemi asnjë hetim, asnjë të dhënë, asnjë procedim, po themi, të personazheve të njohur apo të atyre të cilët tashmë të gjithë e dinë në Shqipëri se kush kanë fituar votat. Dhe për këtë fakt qesh, sepse edhe pse na kanë dhënë gjithë këtë propagandën e faktit që policia është e paanshme, policia tashmë është kthyer në një polici e drejtë dhe është tentuar të bëhet, po themi, një farë pastrimit e imazhit pas atyre se çfarë ndodhi për kanabizimin e vendit, por realisht po na ndodh e njëjta gjë. Policia vazhdon të përdoret politikisht prej shumë vitesh tashmë në Shqipëri dhe sot. Mos harrojmë që vetëm skandali ose ajo çfarë unë e shoh, po themi, një gjë nonsens që nuk ndodh në asnjë vend të Evropës, se s'po them në vendet ndoshta të botës së tretë. Në Burgje, ministri i Brendshëm është më i votuari. Nuk ka logjik të ndodhë një gjë e tillë ku të burgosurit të votojnë ministrin e Brendshëm apo bashkëshortën e një prokurorit. Pra, personat e cilët janë në burg të arrestuar nga policia e shtetit dhe me urdhër të prokurorëve votojnë bashkëshortën e një prokurorit dhe ministrin e Brendshëm. Është njeriu më i votuar nëpër Burgje. Në Tiranë flasim gjithmonë. Edhe ku te siguritë e larta, te 313 apo 302 që janë institucionet të cilat mbajnë para burgosur brenda të personazhe të njohur të botës së krimit. Dhe këta të gjithë votojnë këtë kandidat. Dhe SPAK-u çfarë po bën? Dhe për këtë fakt buzëqesh, themi sepse të jemi sinqert, edhe po pse vetëm partia e Doshit pas ka vjedhur vota, ne e dim shumë mirë çfarë ka bërë Doshi historikisht, që kur ishte me PD-n, që kur ishte me Partinë Socialiste, ndihmoi hallexhit se do t'i marrin votën. Dhe këtë ka bërë historikisht, ne nuk dihet Tom Doshi se çfarë bën në Shqipëri. Dhe fakti që ju vërsulën vetëm Tom Doshit, sekuestruan telefona, thanë sekuestruan tollona, telefona në Shkodër, në Malësi të Madhe apo në Bushat. Ku janë? Ku janë parat? Çfarë para u sekuestruar? Ku janë lista e votuesve? Se thanë kanë sekuestruar listë votuesve. Asnjë nuk është dhënë. Dhe për këtë them që SPAK-u çuditërisht këtë radhë bëri më shumë propagandë sepse bëri një gjë konkrete. Ti kthehem në qoftë se mundet, ose në qoftë se më lejon. Ti kthehemi. Çfarë bëri në Tiranë? Ose më themi çfarë bëri në Elbasan, ku dihet tashmë deputetja e famshme Sara Mile ka marrë votat më shumë se edhe kryeministri Rama. Dihet gjithë se në Elbasan e din të gjithë. Kush e ka mbështet?
grupi Isuel Qelës, grupi Çanëve të Peqinit dhe Cerrikut, Dine ish deputeti Aqif Rakipi, apo personazhe të tjerë të njohur në Elbasan, siç është Dine Çami apo Kamber Meaj, të cilët e kanë mbështetur Sara Milën. Dhe ku është sot rezultati? Çfarë ka ndodhur me këtë hetim Spaku? Ka një gjë konkrete? Jo. Kemi rastin e Arkën Ballës në Durrës, një personazh anonim, personazh të cilin nuk e njeh njeri. Dhe çfarë ndodhet? Me mbështetjen e troplinëve Pojës dhe Ergyz Akaçit apo Vanxhushit, grupit të Ergyz Çyrbjes, është më i votuari. Raste të njëjta kemi edhe në Lezhë, kemi edhe Blendi Gonxhën në Tiranë. Unë nuk mund të marr përsipër të them që Blendi Gonxha u votu nga kriminalët apo grupet strukturar kriminale që janë në Tiranë. Por ajo që është e vërtetë, të gjithë investitorët strategjik apo ndërtuesit e ndershëm të Tiranës, të cilët po bëjnë pastrimin e parash, i kanë kontribuar dhe kanë mbledh vota për të. Pse? Sepse të gjithë e nuasin faktin që ai mund të jetë zëvendësi i kryetarit tashmë në burg, Erion Veliajt. Dhe për këtë fakt them që çfarë ka bërë Spaku me këto të cilët kanë siguruar një numër jashtëzakonisht të madh të votave? Asgjë. Cili është suksesi i asaj task force që u ngrit me shumë bujë? U ngritën prokurorët, u caktuan në çdo rreth, nga çdo çark nga 2 prokurorë, oficerët e BK-s, bënin parada para institucionit, duke u fotografuar, duke u servilosur prokurorët e rrethëve, shefi ka ardhur, shefi, hajde bëjmë një foto, shefi, dalim në kafe, shefi. Ku është rezultati, thimi? Kjo është ajo arsyeja që unë qesh dhe kam bërë atë reagim, sepse ato sfilatat pranë KQZ-s më shumë thash më janë duk sikur janë të dalë për të bërë fotografi, për t'i thënë njerëzve që ne jemi në krye të detyrës, për të thënë që ne shiko se ne sa të bashkuar jemi, atjera, kur të gjithë e dim tashmë që këto janë spotet publicitare që mos shisni votën se do jeni në hetim nga Spaku, etjera të financuar nga ambasadat e huaja. Më duken si ato fushatat e atyre që bënin para 97-s të firmave piramidale, të cilët thoshin hidhni para se ne do të shohim. Kjo është goxha krahasim i fortë, flamur tuaj është që spotet e Spakut, si spotet e firmave piramidale, shumë fort. Ashtu duken thimi, sepse është institucion që e ka për detyrë për të bërë një gjë të tillë, Miguel. Ti e ke për detyrë një gjë, pse me spote publicitare do luftosh krimin organizuar. Shiko, unë kam rezervat e mia për mënyrën se si po funksionon ose si po jeton Spaku. Më thuaj përveç 5 emrave në prokurori, ku janë 20 prokurorë aty. Kush i njeh më shumë se 5 emra në prokurori, emra prokurorëve? Qoftë edhe juve jeni gjendit, më thoni, më mbi 5 emra në prokurori, unë them dakord. Vetëm 5 prokurorë dalin në media, dalin në publicitetin, ka reklama, ose kanë ato dosjet e tyre të famshme. Ku janë prokurorët e tjerë? Çfarë kanë bërë këto 20 të tjerë të cilën paguhen me $3.000 në muaj? Çfarë po bëhet? U thash, fakti që këta shkuan në për institucione për dalin në fotografi, pastaj mos harrojmë se rastin e Prodës, drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, ishte personi të cilët vetë Altin Dumani ja sekustroi telefonin për dekonspirim operacionesh. Dhe nuk e dim ne sot çfarë është bërë me hetimin e sekuestrimit të telefonit. Ndërkohë, së bashku dalin dhe bëjnë sfilat para KQZ-s për të thënë që ne jemi në krye detyrës dhe po luftojmë krimin zgjedhor. Statistikat, ku janë statistikat? Çfarë kemi konkretisht? Shive çfarë është bërë me zgjedhjet. Ka dyshime gjithmonë edhe vetë institucioni OSB-s e renditi që ka pas shkelje si përdorimin e institucioneve shtetërore në grumbullimin dhe mbledhjen e votave, që është krim zgjedhor dhe Spaku çfarë ka bërë? OSB-ja ka konstatuar që ka pas shkelje dhe Spaku edhe nuk konstatuar, dhe thjesht mund dalin bëjnë rekomandime sot. Apo fakti që është ndërhyrë në media për shkak të dhënies së materialeve të gatshme etj. Dhe çfarë është bërë? Për këtë them që unë kam rezervat e mia, jo vetëm për rastin e zgjedhjeve, të them drejtën, sepse ndonjëherë mendoj edhe unë që ore po mirë, po mos ishte ky Sky ECC-ja që erdhi nga Franca dhe Belgjika. Çfarë krimesh do zbuloheshin nga këta prokurorët e Spakut? Sepse realisht deri tani grupet e strukturar kriminale të gjithë janë arrestuar bazuar me Sky ECC-n. Vetëm në një rast kemi Nureddin Dumanin, i cili edhe ai për shkak se i rrezikoi jeta bashkëpunoi me drejtsinë dhe janë zbarë disa ngjarje, po më tej çfarë ka? Çfarë punë është bërë? Për këtë them që unë kam rezervat e mia për mënyrën se si është trajtuar, sepse nuk është vetëm kandidatët e opozitës ata të cilët kanë
vjedhur, bler apo ku e diun se çfarë vota për këto ditën e zgjedhjeve. Nga ana e kraj mazhoratës s'kemi asgjë. Dhe kjo është statistika e cila më del për të thënë që unë jam i dyshuar. Çfarë pret këtë periudhë tash po? Nëse pret diçka, flas nga spaku apo nuk pret asgjë? Shiko, histori. Kalon në stil të gjithë emrat e deputetëve të zgjedhur apo jo? Do duhet ti? Shiko, për mendimin tim, post zgjedhor nuk e di se çfarë mund të zbulojnë për faktin që ja sekuestruan telefonat. I gjetën disa biseda telefonike të cilat kanë komunikuar për të mbledh votat, ose dilni votoni, ose shkoni merrni votat, ose hajdeni këtej për të votuar. Ka biseda telefonike ose mesazhe të tilla nga gjithë kandidatët. Mos harrem thimi, ishte edhe gjëra çesharake që policia e Lezhës nisi një hetim për shkak se edhe mua dhe ty po na marrin telefonin, do kem mesazhe nga kandidatë që thonë dilni votoni, na mbështesni. Po patjetër, kjo është mua dhe ty na marrin, bindu që unë paktën kam dhënë mesazhe shablon të kandidatëve që i kanë çuar kërkojnë mbështetjen tënde. Ajo është ideja se çfarë ndodhi me policinë e shtetit, referoi Gjinxhanin në Lezhë për faktin se një qytetar e kallëzoi se tha ka ardhur shtëpia më ka kërku votën. Dhe policia e Lezhës e referoi në prokurisi material hetimor për shkak se krim zgjedhor. Tani edhe sikur të hynë gjithëve në po themi mënyrë se si kanë, cila është pasoja që prodhojnë pas zgjedhjeve. A do anullohet mandati i tyre në qoftë se rezulton që deputeti X tashmë i fituar, po themi Sara Milej ka fituar votat në Elbasan me kaq numër të madh votash dhe na dalin atje disa mesazhe telefonike të cilat thonë që kjo ka ndërhyr tek njerëz të ndryshëm për të fituar votat dhe a do hiqet mandati kësaj si deputete? A do hiqet mandati Arkan Ballës që ka fituar votat dhe statistikisht Partia Socialiste thotë që jemi më të votuarit apo në Fier, rastin e Fierit ku është me shifër maramendës. Çfarë do ketë pas në qoftë se hetimi i spakut do kryej ose do bëhet tani pas zgjedhjeve, do zbulojë që pas kanë vjedhur. A do të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve? Unë mendoj që jo. Dhe çfarë do ndodh? Siç ka ndodhur historikisht në vitet e kaluara, mos harrojmë në 2021, në zgjedhjet 2021 kanë qenë 115 kallëzime. Përfundimisht 45 procedime thoshin. Ka qenë edhe spaku në atë kohë. Rezultati 3 vetë të arrestuar. 2021 që e dim shumë mirë si kanë qenë zgjedhjet. Në 2023 që thimi janë 240 kallëzime po në spak. Spaku ka qenë edhe në atë kohë. 33 procedime thoshte prokuria spakut kemi jetuar, po jetojmë, ndjekim krime zgjedhore, etj. Çfarë është rezultati? 3 vetë. Beleri ishte më i famshëm në atë kohë dhe ku është rezultati 240 kallëzimeve. Dhe me këtë vitin 2025 bën disa deklarata publike, kemi 123 kallëzime, 30 referime. Çfarë kemi konkretisht imi? Përveç se sekuestrim telefonash, që është bot tashmë zakon. E di çfarë më thonë personat nga agjencia e administrimit dhe sekuestrimit të pronave, të cilët kanë mbikëqyrje, po themi sekuestrimin e këtyre telefonave. E di çfarë thonë thimi, është mbush një dhomë 4x4 vetëm me telefonat e spakut të sekuestruara, të cilat tashmë i kanë mbyll. Dikur ka qenë përbatut te rruga e Dollarit, ka qenë një dyqan shaba, aty ku i blinin gjithë Sky ETC-n, shkonin e rregullonin. Tani si duket spaku do të bëjnë ai tender me bashkëpunim me shabën që të zaventësohen në vend të Sky ETC-s dikur që shiteshin t'ia çonin telefonat e spakut, paktën të cilët janë sekuestruar dhe bllokuar aty dhe po rrin. Ti çojnë ti shesin, ndoshta fitojnë disa të ardhra më shumë për të blerë dhe letrën e bardhë, të cilët bëjnë tendra e pasere. Kështu që pra të po them thimo, çfarë po ndodh? Sekuestrim telefonash. Kaç kemi deri tani? Asgjë tjetër. Dhe për këtë fakt dyshoj që pasoja do të ketë diçka pozitive në rregullimin apo në fiksimin e zgjedhjeve apo në rregullimin e këtyre mandateve për të thënë që po këtu vot dhe ky mandat është i paligjshëm për shkak vjedhjeve. Kjo dyshojmë që do të ndodhë. Okej, flamu në 60 sekonda se në limite presim nga moment vendimin e GBK-s në seancë paraprake për kalimin apo jo në gjykim. Dosjes Parizani, një koment nga ty, çfarë pret sot nga GBK? Të them drejtën, kjo historia e GBK-s për çështjen e Sali Berishës me të tjerë, unë kam dhënë pak a shumë mendimet e mia. Ne nuk është që jemi të bindur si qytetar, që realisht ka prova për këtë histori. Ka prova sepse duke qenë se Sali Berisha ka shumë mëkate, mund të ketë shumë mëkate, jashtëzakonisht shumë për çështjet e ndryshme që ka bërë, qoftë 20 janare, Gërdecet, etj. Po pse, kjo ishte vendimi i qeverisë, është vepër penale për ish kryeministin Sali Berisha?
Sa I besueshëm është në opinionin publik, po themi ngritja e kësaj akuzës. Për shkak se ne të bëjmë paralelizmin e kësaj, në qoftë se Sali Berisha është proceduar për një vendim qeverie, nga ana tjetër qeveria Rama prej 12 vitesh të gjithë e dinë sa vendime janë marrë preferenciale, që nga investitorë strategjik, që nga ligje që janë pafundësisht persona dhe me precedent penal, të cilët po bëjnë resorte turistike në jug të Shqipërisë, siç është edhe rasti I aty në Shkodër, që u arrestu me grupin e bajrave. Investitor strategjik ishte edhe ai në Velipoj që po investonte. Sa ke në jug të Shqipërisë, të gjithë janë me ligj preferencial, ke ligjin e teatrit. Pra në qoftë se e marrë me modelin e Sali Berisha, procedimin penal, të cilët për mendimin tim nuk është shumë I bindshëm për të thënë që po vërtet ka një vepër penale në këtë rast, qeveria Rama ose kryeministri Rama duhet ishte në burg, por gjithë këto vendime që ka dhënë pafundësisht të cilat gjithë I dinë shkelur. Timi nuk ka logjik, po I them edhe një herë kësaj pjese. Kështu që nuk është edhe mund të shkojë në gjyq zoti Berisha. Besoj të na çojë në gjyq, do vazhdoj procesin gjyqësor për disa muaj apo këto, por unë mendoj se do të fitoj të drejtën për shkak se një vendim kolegjial nuk e di që është ligjëruar edhe në parlament të procedohet penalisht për këtë fakt, më duket çik nuk e di, jo I bindshëm shumë. Por mbetet për të pa, unë thash, për mendimin tim ka plot histori tjera që mund të kishin pas ndjekje penale, po kjo për vendim qeverie më stonon pak. Lamur Veza, shumë faleminderit. Ti do që bisedoj me ty, të uroj një vim vite sa më të mbarë dhe një javë sa më të mbarë të Shtetit Bashkuara, je gjithmonë I mirëpritur në studion e Euronews. Faleminderit shumë. Faleminderit Thimi, sukses edhe juve.